FIFA vendosi që është më mirë në lojrat mesdhetare të zhvillohet futsalla në vend të futbollit normal. Por natyrisht që Ministria për Kulturën e Sport nuk do të thotë që do të hesh dorë nga investimi në stadiume, sa i përket investime në infrastrukturë. Plani i stadiumeve është plan 5 vjeçar, veç se ka filluar vitin e kaluar, është duke punuar në vazhdimsi me kërkesën e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit, FIFA-s, duke parë ecurinë e futbollit ndër vite ku gjithmonë ka marrë pjesë sportistë të moshës nën 22 vjeç, por që nuk ka pas në një interes shumë të madh, atëherë FIFA vendosi që është më mirë në lojrat mesdhetare të zhvillohet futsalla në vend të futbollit normal. Kjo nuk ka të bëjë me organizimin e Prishtinës 2030, por është një vendim politik i Federatës Ndërkombëtare të Futbollit për të zhvilluar futsallën. Komiteti ekzekutiv, Komiteti Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare ka vendosur javën të fundit që futsallin ta përfshijë në programin e Lojrave Mesdhetare Prishtina 2030 dhe njëkohësisht ta heq futbollin U21 dhe U17. Pra është zyrtar nga ICMG dhe nuk do të kemi futbollin, nuk do ta kemi në Lojrat Mesdhetare. Ta kemi futsallin edhe për djem edhe për vajza që do të debutojë pikërisht në Kosovë me Lojrat Mesdhetare Prishtina 2030. Pra kjo ndryshon pak atë planin investiv, se është paraport që ndërtohen në stadiume pikërisht për këto lojra, por natyrisht që Ministria për Kulturën e Sport nuk do të thotë që do të hesh dorë nga investimi në stadiume, sa i përket investime në infrastrukturë, mirë sa i përket programit të lojrave mesdhetare, përqendrimi do të jetë tek stadiumi kombëtar dhe palestra dhe qendra të tjera. Plani i stadiumeve është plan 5 vjeçar, veç se ka filluar vitin e kaluar, është duke punuar në vazhdimsi, tash së shpejti do të kemi edhe disa stadiume që do të kryhet edhe faza e vlerësimit të aplikimeve të projekteve, të cilat në fazë fundit. Normal që gjithë e cila sport, gjithë e cila veprimtari në këtë rast don përkushtimin e vet. Nëse është tërheq futbolli nga lojrat mesdhetare, futsalli, domosdoshmërisht edhe kjo, pasi që futsalli dim që është sport i mbyllur, që luhet në sallat e mbyllura dhe normal edhe kjo don që infrastruktura e mbyllur të jetë gati për lojrat mesdhetare 2030.